caktuar. Sikur tash ai që dul në Prizren ai që e kolli Kur'anin atë domos. Për mia hub leftë Ramazan, për mia bu musliman më mor me një budall. Tash ai nuk ka budall. Dëgjova prom në deklarim me hoxha dikush ka klerikë fetar. Sa që mundet me pos probleme psikike diçka. Apo sa herë bojnë këta që të bojnë kundër Islamit, gjithë janë smut psikikisht. Edhe këta kur e bojnë tunë po. Shkojnë e zojnë në letër si e gjeni janë psikikisht. Kur bojnë muslimanë janë terroristë. Ja, ai sa budall hiç, ai është shar budall, edhe në kohë budall, shar budall ato e ka shtit dikush që më na hub lezetin e Ramazanit deve, po fat barsi si herë nuk ju dhëzi. Nuk ju dhëzi fort e varpunë, për arsye se ka plot fyre që bën. Unë për ta thash miftia me kon, është dash me paguni avokat. Mja do 3.000 euro në mujt, edhe me na porosit neve xhallarëve në nivel këtë Kosovës. Përcjellni portalet, përcjellni mediat, kush na fyn nëpër media që e the ligjin që fyn nxitur rrejtje fetare sana, çaja avokatit filoni, avokati ja çani kërkes, biri pishman asoj që ke thon, ose më nën mi avokat kallëzimin, mu pas denuja 10-15 vet. Sukuraj Gërnoçi një që pëthe ky valori që tha i mërgjimtari që e shojti ka në shojti që Abdullah tani janë ke fjallë. Është këshire gazë dhe në për komente. Unë jam e pranë, jam këgja aktiv në rrjetët sociale. Kur koment kanë fys nuk i baj. Unë edhe shprej mendimin dem. Amo kur t'hinjsh tani komentet fyse, kur të thirrsh privatisht, o të zëtë një, atë kam rëbëz në zanë. Am nje, e di kush jam, pëse më reflet shtu. Qëshki guzim e full shtu, pra do të më eduku edhe këta njerë që mos me lëshu fjallën, për që ta është ligji, bashkësia islame, që ta patriotat që përna fynë, këta levizja drejtëse që ju thamë në këtyne deqarët. Në mos pëllimi që përna fynë, o dash me bu kallëzime penale.